Mega operacioni ku vënë pranga Xhevdet Plaku, policia u arrestuan 7 persona, 3 prej tyre me rrezikshmëri të lartë. Ditën e djeshme, policia e Durrësit ka zhvilluar një operacion në gjirin e Lalzit, ku ka vënë pranga 7 persona, mes tyre edhe Xhevdet Plaku, i shpallur në kërkim ndërkombëtar dhe që ishte aratisur nga një burg në Itali në muajin janar. Operacioni zhvillua në një restorant ku të arrestuarit u kapën në flagrancë me armë zjarri dhe me fishek fole gati për përdorim. Drejtori i policisë Durrësit, Vilson Bala, bëri publike detaje për një konferencë, duke theksuar se aksioni u realizua në bashkëpunim me forcën e posaçme operacionale dhe strukturat e tjera të policisë së shtetit. Mes të ndaluarve janë dhe persona të kërkuar ndërkombëtarisht përfshirë. Xhevdet Plaku i aratisur nga burgu në Itali. Gjatë operacionit u sekuestruan armë, municione dhe para.